Me 23 vota pro, 1 kundër dhe 11 abstenim, Këshilli Bashkiak i Shkodrës i dha dritë njëshile 6 përfituesve të parë nga paketa maleve në zonën e Thethit. Në projekt vendimin e paraqitur para këshilltarëve, drejtori i planifikimit urban në Bashkinë Shkodër, Mikel Kopsa, ju shpreh se me këtë vendim u jep mundësi banorëve të përdorin tokat e trashëguara brez pas brezi nga të parët e tyre. Projekt vendimi kuadër paketës maleve, për miratimin e listës së objekteve që kërkojnë të njihen si poseduesi pronar dhe plani i legimit sipërfaqet përkatëse zonat me zhvillim të territorit të Bashkisë Shkodër. Në zbatimin të ligjit vetëdijësisë vendore, ligjit paketës male, udhëzimet e ministrit dhe VKM-s për miratimin, për shpalljen e disa zona me përparësi zhvillimit në Bashkinë Shkodër, të cilat janë zona Theth në lysa e njësia administrative sharp, Ragam Shëndi Mazrek Shport, njësia administrative turizmi. Grupi i punës ka bërë verifikimin mbi gjendjen juridike të pronave për të cilat ka pasur aplikime, si dhe shkruar verifikimin në terren të gjendjes faktike të pasurisë. Në përfundim të kësaj procedure është hartuar lista e aplikuesve, ku kemi 6 subjekte dhe me planin e lëvimit përkatëse që plotësojnë kriteret dhe është kryer afishimi 45 ditë, listë e cila është afishuar në faqen zyrtare të bashkisë, pranë njësisë administrative sharp dhe përkatësisë dhe në shaka përkatëse dhe ndërlysa. Po ky projekt vendim, i pari i këtij lloji, nuk kaloi pa debate. Këshilltarët e opozitës deklaruan se nuk janë kundër paketës, por kërkuan më shumë transparencë në dokumentacionin dhe procesin që po ndiqet. Shqetësimi kryesor imi është që diku rreth 200-300 aplikime që ka pas, kanë rezultuar vetë 6 fitues. Dhe duke nisur edhe duke shpresuar që kjo paketa e maleve do të ishte një mundësi e mirë për banorët, rezulton që janë vetëm 6 përfitues nga 300. A kena na një plan të detajuar sot për Thethin, cilat janë zonat, cilat janë zonat që kanë pronar, na po pas një plan për këtë shtëpi. Po pas një plan për këtë shtëpi. Normalisht dona me hime me do 2 copa. Është një praktikë që është në dëm pa tjetër të demokracisë lokale dhe është rast unik në Shqipëri si praktikë pune dhe të gjitha diskutimet që ne kena bërë këtu për ardhjen e personave ose ardhjen e këshilltarëve në komisione nuk vlejnë. Sepse fakt komisionet nuk kanë asnjë vlerë. Nuk kanë asnjë vlerë sepse s'kan asnjë peshë specifike ligjore dhe udhëzuese. Është shumë e rëndësishme për ta kuptuar këtë që ne thjesht këto komisione janë thjesht formale, cilat janë parametrat e zhvillimit që parashikohen, ose në rastin e rishikimit që do vi në Këshillin Bashkiak apo edhe aktualisht çfarë parashikon plani për 6 raste, çfarë parametra zhvillimit parashikon. Nënkryetari i Bashkisë Shkodër, Alban Preka, gjatë diskutimeve në Këshillin Bashkiak, theksoi se kjo është faza e dytë e një procesi që nuk mbyllet në Këshill, por do të kalojë edhe në instancat e tjera të qeverisë. Pra, në sot nuk jena për të dhënë as leje, as për të përcaktuar zhvillimin, por jena për të dhënë këtyre 6 familjarëve që posedojnë tokat e tyre, por realisht në bazë ligjeve në fuqinë të territorit të Republikës së Shqipërisë nuk mund të jetë pajisur me atë përgjithësie, pasi bëhet fjalë që janë hyje kollota dhe nuk janë pajisur me AMTP. Dhe vetëm mënyrë që qytetarët dhe qeveria shqiptare ka dhënë një mundësi për të zhvilluar dhe për të poseduar këto toka është në bazë të ligjit. Dhe sot jena të kjo pikë. Janë mbi 200 aplikime për paketën e maleve në Bashkinë Shkodër, një proces që ka nisur prej disa muajsh dhe që do të vijojë me shqyrtimin e aplikimeve të tjera. Njësia administrative Shal me fshatrat Theth dhe Ndërlysaj, si dhe njësia Gurizi me fshatrat Ragam dhe Sheldi, janë zonat me potencial zhvillimi të miratuara nga qeveria shqiptare në kuadër të paketës së maleve për Bashkinë Shkodër.